Jo, krye e punë është mojtë mbledhja e Këshillit Drejtues. Këshilli Drejtues është organ vendimars mbrana Partisë Demokratike të Kosovës. Është diskutuar gjëre gjatë kjo temë. Është konstatuar që nuk ka pas seriozitet nga partia fituese dhe nga zoti Kurti që venet me dhon president. Nuk është trajtuar me korrektësi qasja pozitive e Partisë Demokratike të Kosovës dhe si rezultat i kësaj gjendje dhe këtyre zhvillimeve, Këshilli Drejtues ka votuar një deklaratë politike që një paragraf i sajna ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit dhe thot për Partinë Demokratike të Kosovës ky proces është i përmbyllur. Në asnjë rrethon. Është i përmbyllur. Atëherë kur prisni të mbahen zgjedhjet, për shembull, ushtruese e detyrës është një antare e vetvendosjes Arbulina Agjiu. Prisni që ta zbatoj kushtetutën për caktimin e datës apo prisni zvarritje? Vendimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen nga të gjithë. Nganjëherë mundem na pëlqy, mundem me komentu, por me respektuar do të gjithë. Për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë kanë qenë të respektuara dhe të zbatuara vendimet e gjykatës kushtetuese dhe nuk ka rrugë tjetër përveç se me zbatu në tërësi vendimin e gjykatës kushtetuese dhe zgjedhjet të mbohen mbrana afateve siç i ka parapo vendimi i gjykatës kushtetuese. Zgjedhjet duhet mbohen mbrana afateve që i ka dhënë gjykata kushtetuese. Faleminderit.